Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot të keni mundësinë të ndiqni. Konkursi muzikor Tempo ka sjellë në Gjirokastër fëmijë të rinj jo vetëm nga Shqipëria e Kosova, por edhe Mali i Zi e Franca. Ky vit shënon edicionin e 4 të këtij eventi garues në disiplina të ndryshme. Këngë, valle dhe emocione nga kultura e lashtë Vllahe janë përcjellë mbrëmjen e së premtes në fshatin Andon Poçi në Gjirokastër, ku u mbajt edhe edicioni i parë i festivalit Kultura Vllahe. Ky event ditor, kushtuar trashëgimisë Vllahe, erdhi në ditën ndërkombëtare të vlehve dhe pritet të kthehet në një event të përvitshëm. Parku i Butrintit po mirëpret një numër të lartë turistësh gjatë kësaj periudhe pranverore. Vizitorë nga vende të ndryshme të botës po zgjedhin të eksplorojnë sitin arkeologjik dhe natyrën përreth, duke e kthyer Butrintin në një nga destinacionet më të frekuentuara kulturore në jug të Shqipërisë. Ndryshimi i temperaturave ka shtuar viroza tek pacientët e vegjël. Në pediatrinë e Spitalit Petronako në Sarandë gjatë kësaj periudhe janë rritur vizitat duke shkuar në rreth 40 në ditë. Bluzat e bardha rekomandojnë që prindrit të mos neglizhojnë por t'i çojnë fëmijët tek mjeku dhe të marrin medikamentet e duhura. Ju njohim tani më gjërësisht. Konkursi muzikor Tempo ka sjellë në Gjirokastër fëmijë të rinj jo vetëm nga Shqipëria e Kosova, por edhe Mali i Zi e Franca. Ky vit shënon edicionin e 4 të këtij eventi garues në disiplina të ndryshme. 175 fëmijë dhe të rinj të grup moshës 6-20 vjeç janë bërë pjesë e konkursit muzikor Tempo, i cili mbahet për të 4-tin vit të radhazi në Gjirokastër si organizim i qendrës kulturore Gjiroklasika. Ata interpretojnë në disiplina të ndryshme para një jurie të përbërë nga specialistë muzike që ushtrojnë aktivitetin e tyre brenda dhe jashtë Shqipërisë. Konkurojnë dhe marrin pjesë nga gjitha shkollat artistike të Shqipërisë, nga Kosova që i kemi të përhershëm, dhe veçanta e këtij konkursi është që do të kemi konkurrent nga Mali i Zi dhe nga Franca. Konkurojnë në disiplina piano, violin, violonçel, kitar, muzikë dhome dhe instrumentat frymor. Secila disiplinë ka dhe jurinë e vet, por janë shqiptarë që janë profesor të nderuar, janë nga Italia, kemi pianiste nga Shqipëria, por që aktivitetin e saj e ushtron në Amerikë. Për pjesën më të madhe të artistëve të vegjël, ky edicion shënon pjesëmarrjen për të disatën herë, çka ka bërë që ata të performojnë më të çlirët dhe me plot besim në talentin e tyre. Kam pasur gjithmonë emocione, por i kam rregulluar, por edhe i kam rënë mirë. Gjithë këto dy vitet e kaluara i kam marrë 99 pikë, por unë sot shpresoj që të marr 100 pikë, më shumë se 100 pikë, absolut madje. Kam dëshirë që ta vazhdoj derisa të rritem. Por më pëlqen edhe të këndoj, edhe të bëj aktrim. Kjo eksperiencë e këtij viti më ka pëlqyer më shumë nga të gjitha, sepse kam qenë vetja ime më e mirë. Dhe i ra është më bukur se i kam rënë çdo herë dhe nuk është se më interesoi fare se çfarë mendonin ato, thjesht më interesoi se çfarë mendoja vetë. Më interesoi mendimi im dhe unë mendoj se i kam rënë shumë bukur. Shumë të lumtur. Shumë të gëzuar. Si u pritën juria? Shumë bukur. Çfarë ju thanë? Që u kënaqën shumë ne. Cilës vegle i rati? Violinës. Çfarë pjesë kishin? Andantinën, kishim Jute Makabeus dhe Allegron. Do të jetë mbrëmja së dielës kur do të shpallen edhe fituesit e kësaj gare muzikore, e cila u shërbejnë fëmijëve për të testuar njohuritë e tyre sipas disiplinave që ata kanë zgjedhur të studiojnë. Ivo Gjika, artisti i ri shqiptar që studion në Itali, u ngjit në skenën e festivalit Gjiroklasika mbrëmjen e djeshme. Pianisti interpretoi për ardashësit vepra të autorëve të huaj dhe shqiptar. Me një recital të larmishëm në piano erdhi para publikut në natën e dytë të festivalit Gjiroklasika, artisti Ivo Gjika. Në 50 minuta i riu arriti të marrë vëmendjen e ardashësit me veprat të 3 kompozitorëve. Fillim me Beethoven, Apasionata, një nga sonatat më të njohura. Dhe pastaj Scriabin,
po ashtu sonatë që është pak më e errët si muzikë, sepse titullohet Mesha e Zezë. Skravin e shkroi në gramat e fundit të jetës së tij dhe ishte mjaft i friksuar nga kjo sonatë, por gjithsesi është shumë intriguese dhe gjithashtu përbën harmoni komplekse. Edhe në fund me Fehim Ibrahimi, Tokat, pjesë shqiptare. Gjika rikthehet në Shqipëri nga Italia, aty ku vazhdon studimet pas masterit. Unë për momentin bëj studimet post-graduatorio që janë pas masterit në Itali. Gjithashtu më përpara kam studiuar në Gjermani edhe në Akademinë Speciale të Imolas, Incontri con i Maestri. Karrierën time nuk është se e shikoj në një vend specifik, por thjesht nuk e mendoj shumë, thjesht mendoj që të bëj muzikë të mirë dhe të rrethohem nga muzikantë të shkëlqyer. Edicioni 5 i festivalit Gjiro Klasika i dedikohet muzikantëve të rinj shqiptar. Artistët e radhës do të jenë Laura Lozi e Eni Barblushi në një recital ku tingujt e violinës dhe të pianos do të bëhen bashkë. Këngë, valle dhe emocione nga kultura e lashtë Vlahe janë përcjellën mbrëmjen e së premtes në fshatin Andon Poçi në Gjirokastër, ku u mbajt edhe edicioni i parë i festivalit Kultura Vlahe. Ky event një ditor kushtuar trashëgimisë Vlahe erdhi në ditën ndërkombëtare të vlekëve dhe pritet të kthehet në një event të përvitshëm. Kënga Vlahe, zëri traditës dhe identitetit, ishte aktiviteti që mblodhi në fshatin Andon Poçi të Gjirokastrës artist popullora rumun nga Korça, Kavaja, Selenica. Ata e kthyen mbrëmjen e djeshme në një fest të këngës, valles, kostumografisë me performancat e tyre që i kanë ruajtur dhe po i përcjellin në breza. Ne jemi sot krenar që arrim të materializojmë këtë. Dhe sot do të shpalosim jo thjesht këngët e traditës tonë në veshjet dhe gjithë kulturën tonë, e cila do të përfaqësohet nga të gjitha grupe, shumë grupe të gjithë rrethet të Shqipërisë. Këtu ata do performojnë këngët tona 1000 vjeçare, më të themi. Të kostum ja kanë vesh nëna tona, gjyshe tona, tash e majmë edhe ne për këto rastet. Vllekët janë të shpërndarë në gjithë botën dhe kudo që ata janë, shprehin vetëm mirënjohje ndaj popujve ku jetojnë dhe punojnë dhe shpërndajnë vetëm fjalët e paqes dhe të dashurisë. Prandaj të gjithë vllezërve kudo që janë, unë uroj nga zemra gëzuar këtë ditë që është dita shumë e shenjtë për ne. Për maestron Zhani Ciko ishte kënaqësi e veçantë, ishte pjesë e këtij eventi që mbahet për herë të parë në Gjirokastër. Sipas tij, kulturës së lashtë Vlahe i duhet dhënë më tepër vëmendje, duke i bërë më të shpeshta këto organizime. Stimulimi i tyre që tash është në bazë të pasionit, ka mundësi vetë pushteti lokal i Gjirokastrës ka një përvojë shumë të madhe. Me festivale shëthemi ne, dhe këtu kanë buruar festivale dhe burojnë akoma. Prandaj, në gjitha drejtimet dhe një vëmendje e vogël që do të tërheq më shumë komunitetin, do të na njohi me një kulturë që ekziston, si thashë, shumë e lashtë. Edhe po të kërkosh rënjit e saj, s'dihet se dhe ku të dërgojnë. Prandaj është shumë interesante dhe unë them që ka nevojë për një çik hapësirë më shumë, për një çik vëmendje. Jam shumë i gëzuar edhe kam ardhur me një kënaqësi të veçantë. Ky event një ditor kushtuar trashëgimisë Vlahe erdhi në ditën ndërkombëtare të vllekëve si iniciativë e një grupi intelektualësh gjirokastrit që gjeti mbështetjen e bashkisë së këtij qyteti. Parku i Butrintit po mirëpret një numër të lartë turistësh gjatë kësaj periudhe pranverore. Vizitorë nga vende të ndryshëm të botës po zgjedhin të eksplorojnë sitin arkeologjik dhe natyrën përreth, duke e kthyer Butrintin në një nga destinacionet më të frekuentuara kulturore në jug të Shqipërisë. Jam në një prej thesareve më të mëdha arkeologjike të Shqipërisë, në Parkun Kombëtar të Butrintit, një sit i mbrojtur nga UNESCO, ku historia, natyra dhe kultura bashkohen në një vend të vetëm. Butrinti vazhdon të mirëpresë çdo ditë qindra vizitorë vendas dhe të huaj, që vijnë për të zbuluar këtë qytet antik që ka kaluar në përshekuj. First time in Albania.
E kishim parë këtë park në internet para se të vinim në Shqipëri dhe menjëherë vendosëm që duhet ta vizitonim. Na ka lënë mbresa të jashtëzakonshme. Ka një natyrë të paprekur dhe vendi është shumë i qetë. Është mahnitse të mendosh se sa histori fshihet këtu. Do ta rekomandoja me shumë kënaqësi për çdo që viziton Shqipërinë. Dhe pa çonsa. Kemi ardhur për herë të parë në Shqipëri dhe ky park ishte një nga arsyeet. Lexuam më parë për të dhe na tërhoqi historia dhe natyra që ofron. Kjo është hera e parë që ne jemi në Shqipëri dhe që po vizitojmë këtë park. Bëm kërkimet tona më parë dhe pam butrintin që në shtëpi dhe tham, këtë duhet ta vizitojmë patjetër. Natyra është e mrekullueshme. Ishte shumë bukur të ecje nëpër park. E gjithë përvoja ishte shumë relaksuese. Lexuam shumë edhe rreth historisë së tij dhe na pëlqeu shumë çdo gjë. Për vizitorët butrinti është si një udhëtim në kohë, por edhe një dëshmi e rëndësishme për historinë tonë që kërkojnë mbrojtje dhe vlerësim të vazhdueshëm. Butrinti nuk është vetëm një sit arkeologjik, është një bashkëjetesë e rrallë mes historisë dhe natyrës, që e bën këtë vend unik në të gjithë rajonin. Bregdeti i Sarandës po preferohet shumë nga turistët e huaj. Gjatë kësaj periudhe vizitueshmëria ka qenë e kënaqshme, por sipas kreut të turizmit Arben Qipa, numri i vizitorëve ka qenë në rënje krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërkohë që pritet që qershori të ketë më tepër fluks dhe të rritet numri i turistëve. Saranda këtë vit, edhe pse është më e përgatitur se kur për të pritur një fluks të madh turistësh, nuk ka vizitueshmëri të lartë. Kryetari i shoqatës së turizmit Arben Qipa pohon se krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ka një rënje të numrit të vizitorëve. Po muaji prill ishte muaji, do thosha, premtues, ndërsa fillimi i majit nuk ishte ajo çka normalisht duhet të ishte, krahasuar me vitin e kaluar, ishte një rënje drastike. Dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite të jetë po në atë situatë, duke pasur një tendencë, le themi, ndryshimi, po jo dallues, i vogël do thoshja për realitetin e Sarandës. Pra është bërë bilanci vitit kaluar, për këtë periudhë shohim që ka rënje me numrin e turistëve. Të huajt janë ata që vijnë të vizitojnë më tepër Shqipërinë dhe kryesisht Bregdetin e Sarandës. Pjesa dominuese e turistëve janë francezë dhe italian, të cilët janë më tepër mosha të reja, çifte apo dhe familjar që qëndrojnë disa net në Sarandë. Janë nga Europa qendrore do thoshja, francezë sidomos shohim si vjet, francezë, pak italian, por pjesa tërmuese është francezë dhe kjo si duket ka bërë efektin e vet. Reklama, po nuk e dim çfarë shpjegim mund të japim, por është pjesa dërmuese është pjesa e francezëve. Jo janë të rinj, nuk janë familjar, janë moshe re, janë çifte në përgjithësi, janë turistë pavarur të cilët kanë premtuar nëpërmjet sistemit online. Saranda mbetet një nga destinacionet më të dashura turistike të shqiptarëve, por vitet e fundit po preferohet dhe vizitohet së tepërmi edhe nga turistë të shteteve të ndryshme. Ndryshimi i temperaturave ka shtuar viroza tek pacientët e vegjël. Në pediatrinë e Spitalit Petronako në Sarandë, gjatë kësaj periudhe, janë rritur vizitat duke shkuar në rreth 40 në ditë. Bluzat e bardha rekomandojnë që prindrit të mos neglizhojnë, por t'i çojnë fëmijët tek mjeku dhe të marrin medikamentet e duhura. Çdo ditë në pediatrinë e Spitalit të Sarandës paraqiten për ndihmë mjekësore fëmijë të moshave të ndryshme. Mjeka pediatre Besiona Haziza ju shpreh se ka një shtim të rasteve të fëmijëve që vinë në spital rreth 40 vizita në ditë, kryesisht me viroza të stinës, infeksione respiratore dhe gastroenteritet. Grupmosha më e prekur janë të vogla, nga 0 deri në 2 vjeç. Gjithashtu kemi një shtim përveç se numrit të vizitave që shkon deri në 30 në ditë. 20-20, kemi rritje dhe të hospitalizimeve. Përsëri këto janë grupmoshat më të vogla që bizotrojnë të shtruar në pavion. Duke qenë se po afrojmë dhe me sezonin e verës, është të shtuar dhe numri i pacientëve të huaj që marrin shërbim në spitalin tonë me diagnozat nga më të ndryshme, me thënë të drejtën. Kemi pasur dhe raste të traumave, të cilët janë trajtuar me sukses. Sipas mjekes, prindrit duhet të tregojnë kujdes dhe të mos neglizhojnë vizitat dhe tek mjeku i familjes për të marrë shërbimin dhe mjekimin e duhur. Fillimisht rekomandohet që fëmia të paraqitet tek mjeku i familjes, të bëjë një vizitë atje. 2-3 ditët e para këshillohet që të mbahet në shtëpi me antipiretik, të hidratohet mirë, të ushqehet mirë dhe të ndiqet nga mjeku i familjes. Në rastet për shembull kur ai e shef që
temperatura po vazhdon, është rezistente, fëmia nuk është shumë aktiv, drejtohet drejt spitalit për të marrë shërbimin e dur dhe në rast të nevoje për hospitalizime. Bluzat e bardha rekomandojnë gjithmonë trajtimin medikamentoz për të parandaluar shfaqjen e komplikacioneve të rënda te pacientët e vegjël. Në fshatin Mursi të Konispolit, banorët vijojnë me përkushtim punën në bujqësi, ndërsa agroturizmi po kthehet në një mundësi të re zhvillimi për zonën. Familjet ofrojnë mikpritje tradicionale për turistët, duke e bërë këtë fshat një destinacion gjithnjë më tërheqës. Në skajin më jugor të Shqipërisë, fshati Mursi i Konispolit të ruan gjallë ritmin e jetës rurale mes gjelbërimit dhe traditës. Banorët e këtij fshati njihen për përkushtimin e tyre në bujqësi, veçanërisht në kultivimin e kulturave bujqësore që lulëzojnë në klimën e ngrohtë të jugut. Banorët e fshatit Mursis kanë mbjellë komplet tokës, kanë pritruar ligj 7051, dhe tokë kanë marrë me qira nga shteti plësë këtu, i kanë mbjellë komplet me mandarinë. Një pjesë e tire janë në emigracion, por ditë shtunë të djela se janë këtu afër Korfuz, Gumenis, vinë dhe merren me mandarinat. Këtu shumë të nika që janë dashguar, por një pjesë e tyre janë kthyer dhe merren me mandarinat. Është një sfaqje shumë e madhe, komplet fusha pothuajse është e mbyllur me mandarinë. Janë të kompletuar me zetora, me pomas përkase, me të gjithë çfarë duhen dhe janë të mbledhur këtu në fshat. Fshati Mursis është një fshat i vjetër me tradita dhe punëtor. Agrokultura është baza. Pastaj të tjerat, ekonomia ndihmuese e shtëpisë është tjetër punë. Kushishtiri ka mandarinë, kanë, olli kanë. Tani në mandarinë ka problemet e krasitjeve edhe spërkatjet. Këto ka. Vetëm me bujqësi merren banorët këtu? Me bujqësi. Paralelisht me bujqësi në Mursi po me zhvillimi dhe agroturizmi, familje të shumta kanë hapur dyert për vizitor vendas dhe të huaj, duke ofruar ushqim tradicional, akomodim dhe përvoja autentike rurale. Turistë vinë vazhdimisht me këmbësorë, me mjete, me të gjitha. Turistët vinë, vizitojnë këtu, biles ka dhe shumë shtëpia në fshat, një nga ta jam dhe unë që kam vënë shtëpinë dispozicion për turistët. Vitin që kaloj shumë pak erën se vjetë në korrike vura unë, zona naturale i pëlqeni dhe kanë ikur të kënaqur të shikosh që shkruajnë nga neve aty, sepse i mirë presim, duam që të merremi me njerëz, jo sepse do fitojmë kush e di nga ajo. Çfarë ju ofroni që ju pëlqen kaq shumë? Ne u ofrojmë ato frutat tradicionale tonat, me mirësjelljen edhe. Ky kombinim mes bujqësisë dhe turizmit po e kthen fshatin Mursi në një pikë tërheqëse për ata që kërkojnë qetësi, natyrë dhe kulturë shqiptare. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.